Një ngarkesë e madhe droge është sekuestruar në brigjet e Afrikës Perëndimore pas një aksioni të kryer nga policia. Operacioni u krye nga Marina e Francës, e cila njoftoi mëngjesin e sotëm se kishte sekuestruar 9.6 ton kokainë me vlerë më shumë se 500 milion euro nga një anije peshkimi në brigjet e Afrikës Perëndimore. Më konkretisht, sipas informacionit nga rajoni detari i Atlantikut, operacioni u krye nga 2 anijet marinës, pas informacionit të dhënë nga shërbimet antidrog, shërbimet e inteligjencës detare dhe policia britanike. Aksioni është pjesë e misionit krijuar në vitin 90 në gjirin e Guines me qëllim forcimin e sigurisë në një rajon ku pirateria është një fenomen i shpeshtë. Në total nga anija u sekuestruan 9.6 ton kokainë me një vlerë tregu prej gati 519 milion eurosh, tha rajoni detari i Atlantikut, duke vënë në dukje se anija nuk mbante flamurin në asnjë vendi. Deri më tani nuk janë dhënë detaje rreth fatit e ekipazhit, ndërsa zakonisht në operacione të tilla droga shkatrohet dhe anija lejohet të vazhdojë kursin e saj. Ky është suksesi më i madh i marinës franceze në vitin 2025. Deri në fund të gushtit, marina franceze kishte sekuestruar tashmë gati 6 ton kokainë në brigjet e Afrikës Perëndimore. Siç u tha në atkoh nga kreu i marinës, admirali Nicolas Bozur, viti 2025 është regjistruar tashmë si një vit rekord, me më shumë se 45 ton drogë të zbuluara dhe të sekuestruara nga forcat detare franceze.